çështja e prokurorisë kundër zotit Kadri Veseli mund të përshkruhet më sakt si në vijim, si një përpjekje për të gjetur një brirëshin. Por më shumë se 5 vjet, që prej kur u ngrit aktakuza në çështje gjyqësore, madje edhe më parë, që në 2015, kur u krijuan dhomat e specializuara dhe filluan hetimet, ZPS-ja ka gjëmuar diçka që nuk ekziston. Konkretisht, janë përpjekur të gjejnë prova për përfshirjen e zotit Kadri Veseli në veprimtari kriminale. Ai është rast unik në këtë çështje gjyqësore, sepse nuk ka asnjë provë. E jo më të ketë bërë në një vepër penale. Sigurisht që ka qenë antar i përkushtuar i UÇK-s, i cili në një kohë që kishte shumë nevojë, një student i ri, pas një përvojë ushtarake, u bashkua me mijëra të tjerë nga të gjitha sferat e jetës për të luftuar për lirinë e Kosovës dhe për të pasur një të ardhme pa autoritarizëm, pa partijizëm dhe brutalitet për veten dhe për fëmijët. Po ky nuk është një krim, as pak. Dhe në rolin e tij pranë UÇK-s, me krenari dhe kurajo dhe tërësisht në mënyrë legjitime, nuk do të thotë që zoti Veseli të ketë marrë pjesë ndonjëherë në veprimtari kriminale. Provat lidhur me zotin Veseli, ose për të qenë më të saktë, mungesa e këtyre provave, flasin në vetvete. Sipas nesh, shpjegimet profesionale, kriminalistike të këtyre provave pikërisht të vërtetojnë se nuk ka pasur asnjë element kriminal në të. Të ndjekësh të pamundurën, këtë ka bërë ZPS-ja gjatë gjithë kohës, në mënyrë të vazhdueshme, kanë ndjekur rrugën për të gjetur prova dhe kanë shpresuar se diçka do dalë në fund. Në mënyrë të dëshpëruar, janë përpjekur të kapen pas çdo fjale. Kanë luftuar me çdo mulli ere për gjatë rrugës. Por arritën në fund të rrugës, një rrugë të gjatë. Dhe ja ku janë këtu, përpara jush të nderuar gjykatës, duar bosh. Dosja përfundimtare e tyre është një përpjekje dëshpëruar për të paraqitur argumentet e tyre, sikurse bën edhe me parashtrimet kojore këtë javë. Ky është një rast ku një personi që po luftohet për UÇK-s, pavarësisht të gjitha mangësive të UÇK-s, e cila ka qenë e dukshme që në fillim. Janë përpjekur dëshpërimisht të paraqesin argumenta të përfshin klientin tim në këtë çështje gjyqësore. Po kur vendosën ta përfshin në këtë çështje gjyqësore, asnjëherë nuk e rishqyrtuan këtë vendim. Edhe pse çdo dëshmitar që sollën këtu nuk dha ndonjë provë kundër zotit Veseli. Madje as nuk e kishin dëgjuar ndonjëherë emrin e tij. Po prapë ZPS-ja në mënyrë publike nuk u tërhoq në asnjë moment në lidhje me këtë çështje. Qoftë privatisht, ZPS-ja mund të argumentojë derisa të vi fundi i botës nëse dëshiron se kanë provat kundër zotit Veseli. Por kjo nuk ndryshon atë që ju të nderuar gjykatës mund ta shihni pikërisht tani, që në fakt është një çështje e dobët kundër ti. Madje është pikërisht mos ekzistenca e provave. ZPS-ja ndjek të kotën. Dhe pikërisht kjo është në thelb të çështjes kundër Veseli.